أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد E falenderojmë Allahun te bareke ve teala, atë falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun xhelle wala për mirësinë më të madhe që na i ka falë, ajo është Islami. Vallahi ju vllazën, nuk ulemi në këto mezhlise për diçka tjetër posa që ta falenderojmë Allahun te bareke ve teala. E të jemi mirënjohës në madhërisë dhe mbretërisë së tij xhelle xhelalu. Njëherë fillimisht që na ka përzier të jemi i thartë të Islamit. Falenderimet i takojnë atij Zoti xhelle wala, ashtu siç e falenderoi ai veten e tij në fillimin e librit kur tha: Elhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha lavdata dhe lavdërimet dhe falenderimet i takojnë Allahu Zotit të botrave. Po të kishte pas fjalë më të madhe se fjala elhamdulillah që të madhërohet dhe falenderohet Allahu, do ta kishte përzier Zoti i bukur xhelle xhelalu që ta vendosë në fillimin e librit të tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dhe fjala elhamdulillah e përmbush mizani dhe peshojën e Allahut azza wa jall. Wallahi billahi vllazën nuk ka fjalë më të rëndë në peshojën e Allahut xhelle xhelalu pas shahadetit la ilaha illa Allah se fjala elhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samai wal ard. Dhe fjala subhanallah dhe fjala elhamdulillah e përmbushin dhe e stërmbushin hapësirën mes tokës dhe qiellit. Andaj elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim, Allahu xhelle wala është pronari hamdit në qiell dhe në tokë, la ilaha illa Allah. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wala të gjitha qofshin për zotëriun ton, mikun ton, dashamirin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E që vallahi billahi kishim pas dashur që këtë fjalim sonte ta mban ai alayhi salatu wassalam. Ahin për ato mezhlise të bukura të Ebu Bekrit dhe Omerit, Muadhi dhe Ebu Hurejrës, kur ata hynin në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shihnin pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Por çka të shohin në ju vëllezërit e mi? Fytyrë e cila ndriçon të më shumë se sa hëna në ditën e 13, 14 dhe 15 sipas muajit hënor. Fytyrë e cila nuk shiheshte, kur shiheshte vetëm se e ndriçuar dhe e buzëqeshur sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Thot Xherir ibn Abdillah al-Bajaliu, ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamt illa mutabassiman salawatullahi wa salamu alayhi. Nuk ka ndodhur që ditën kur e kam pranuar Islamin ta shoh fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm se të buzëqeshur. Ai edhe kur dilte nga dhoma e Aishës radhiyallahu ta'ala anha për t'u afruar në saf dhe për t'ju thënë sahabë istau, istaqimu, i'tadilu, tarasu, vetëm se e thonte atë me buzëqeshje më të madhe sallallahu alaihi wasallam. Andaj ju vllazën shpeshherë o xhallar dhe vllazit e ju po va kujtojnë se prej shkaqe të këtyre mezhliseve pas falenderimin dhe Allahu xhelle wala që sa më shumë të dërgojmë salavate dhe selame për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni na ka treguar pejgamberi Allahu se një salavat për Rasulullahin alaihi salatu wassalam, Allahu te bareke ve teala të dërgon 10 salavate. Wallahi në qoftë se do të kishte qenë kush i dërgon 10 salavate për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, Allahu te bareke ve teala do të dërgon një salavat për atë. Do të kishte qenë mjaftueshme që t'i lagim gjuhët tona vazhdimisht me salate dhe selame për Rasulullahin alayhi salatu wassalam. O ju vëllezërit e mi, lutë Allahun te bareke ve teala siç na ka tubu në këto mezhlise ku përmendet dhe madhërohet emri Allahu xhelle wala, Allahu te bareke ve teala na tubon në hijen e Arshit, ditën kur nuk ka hije tjetër posa hija e Arshit, Allahu te bareke ve teala. Të nderuar vëllezërit e juaj, përgjegjësit e Akademisë Ether kanë përzgjedhur që për sonte të flasim për një temë që titullohet rrugë dhe rrugica të cilat kalohen me zemra. Të flasish për zemrën e ju vëllezërit e mi, patjetër që duhet t'i qasim jetës të pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, në krye me imamin e pejgamberëve që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thonte hoxha jon Muhammed Mukhtar al-Shanqiti, vallahi që të flas për halalin dhe haramin është shumë e lehtë për mua, se i dim argumentet, i dim ajetet edhe hadithet.
por që të flasish për çështjet e zemrës është prej temave më të vështira për mua. Dhe e tiu vallahi është edhe për këtë vallahun e juaj të ngratë. Si mund të flasin e për zemrët e ju vëllezër që vetëm Allahu e di ashpërsinë dhe vrazhdësinë e zemrave tona. Kanë kalu ditë, edhe kalojnë javë dhe muaj, ndoshta nga Ramazani në Ramazan, që nuk përlotën sytë tonë nga frika prej Allahu te bareke ve teala. Nuk rrënqethen zemrat tona në momente kur lexohen ajetet e Rahmanit te bareke ve teala. Por elus Allahu xhallahu ala, që ky fjalim të jetë i dobishëm për ata që folën dhe për ata që dëgjojnë me lenë Allahu te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, rrugët të cilat kalohen me zemra. Pa dyshim të gjithë ne e kuptojmë se është për qëllim rrugët e ahiretit dhe takimi me Allahun xhallahu ala, rruga për të arritur deri tek Zoti xhelle xhelal dhe kënaqësia e tij. Andaj edhe këtë ligjerat ja dedikoj çdo njeriu i cili dëshiron të arrijë tek Allahu xhallahu ala, ta gjen rrugën dhe derën më të afërt për të hyrë tek Allahu te bareke ve teala. Ibn Qayyim al-Jawzi radiyallahu ta'ala anhu thonte: "Ta'ammaltu fi at-turuq al-musilati ila Allah." Thot kam medituar në rrugët dhe rrugicat të cilat të shpijnë për tek Allahu. Në çdo njërin prej tyre pash grumbull të mëdha njerëzish, siç është dera e namazit. Pjot njerëz janë që falen, siç është dera e zeqatit. Ka njerëz të cilët e japin zeqatin. Është dera e agjërimit. Një pjesë e madhe muslimanëve agjërojnë. Dera e haxhit e vëllezër me miliona muslimanë për çdo vit shkojnë tek dera e Ka'bes për ta bërë haxhin për hatër të Allahu subhane. Thotë dhe e pash një rrugë e cila ishte më e shkurtëra për të afruar tek Allahu xhallahu ala dhe në atë rrugë nuk kishte shumë njerëz. Ajo është babul iftiqari wal inkisari bejne jedehi Allahi subhane. Ajo është dera e përrulles dhe e nënshtrimit të zemrës para madhërisë të Allahu te bareke ve teala. La ilaha illa Allah. Andaj jo vallahu im, në realitet në rrugën tënde drejt Allahu xhallahu ala pikërisht kjo kërkohet. Në momentin e parë kur je në namaz, Allahu Akbar, si thot Ibn Qayyim al-Jawzi, wa sirru wa lubbu s-salati huwa tadarru al-qalbi bayna yaday Allah. Dhe fshehtësia dhe ëmbëlsia dhe kajmaku i namazit është përrulje dhe nënshtrimi i zemrës para Allahu te bareke ve teala. Derisa vjen ai momenti që robi me gjymtyrët e tij të bie në sejdë për Allahun dhe bashkë me ata gjymtyrë bie në sejdë edhe zemra. Sa që i kanë thënë, apo i kanë thënë dikujt për të parëve tonë: "O imam, wa hal yasjud al-qalb?" Pa ndodh që zemra të bën sejdë. Allahu Akbar. Ndodh që o ju vëllezërit e mi, pra ne sujud ala sab'ati al-a'dha. Ne kur bim në sejdë, bim në 7 gjymtyrët, siç janë duart, domethënë balli, hunda, këmbët e kështu me radhë. Por ndodh që të bën sejdë dhe zemra. Tha ai për të parëve tonë: "Wa idha sajada al-qalbu lam yarfa' ra'sahu ila yawm al-qiyamah." E në momenti që bie në sejdë zemra për Allahu nuk e ngritën kokën e saj deri në ditën e Kiametit. O vallahu im, rruga më e lehtë për të shkuar tek Allahu xhallahu ala dhe esenca gjithçkaje që kërkohet o vallahu im është që zemra ynë, zemra çdo njeri prej nesh ta shijon sejdë për Allahun. Pra ta shijon afërsinë tek Zoti xhallahu ala, nëse arrim atë. Të gjitha valet dhe fortunat e fitneve dhe belajave dhe sprovave që do të na vinë, ne do të mbetemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut, në fenë e Allahut xhallahu ala. Të nderuar vëllezër, para se të him në detajet e temës me lejen e Allahut xhallahu ala, më lejoni ti lexoj disa fjalë për fjalëve të ulemave të hershëm dhe dietarëve dhe sahabëve ton para tyre, të cilët flasin për këtë çështje të rëndësishme, e cila ishte rrugët të cilat kalohen me zemra. Thot Yahya ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu: "Mafawizu ad-dunya tuqta'u bil aqdami wa mafawizu al-akhirati tuqta'u bil qulubi." La ilaha illa Allah. Pra thot Yahya ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, rrugicat e dunjas, shkëtëtirat e kësaj dunjaje, vështirësitë e saj të gjitha shkurtohen dhe kalohen dhe te kalohen nëpërmjet këmbëve dhe gjymtyrave. O vallahu im, nëse ne marrim një udhtim nga Prishtina për në Amerikë, do të shkojmë me trupin ton, nuk paramendon, nuk kemi ne sufis që të themi shkoj rruhu dhe shpirti do jeti prej nesh. Mirë po tha rrugica dhe shkëtëtira dhe vështirësitë e ahiretit. Pra për të shkuar tek Allahu te bareke ve teala të gjitha shkurtohen dhe kalohen dhe te kalohen me zemra.
Andaj Ibn Rajebi dhe Ibn Qayyim el-Jauzi radiallahu anhu than seirul qalb, rrugëtimi i vërtet, vallahu, gara pra dhe mejdani i vërtet, kur çdo njeri prej nesh duhet të garon dhe të lutem vallahu im përqendroju sonte. Dhe le të mos jetë kjo ligjërat vetëm informata të cilën ne po i dëgjojmë. Vallahi ka në rrjetet sociale dhe keni në mesin e ju hoxhallar dhe dietar të cilët më bukur tin ti thuri këta informata dhe fjalime. Mirë po gjitha dëshiroj që zemra vallahu im të preket dhe e gjitha ky fjalim të jetë shkak i një përmirësimi. O vallahu im bën e garën dhe mejdani ku ti je duke garuar për në xhenetet e Allahu xhelalu ala zemra yte. Andaj vëllezërit e mi ju e dini se Allahu te bareke ve teala na tregoi që imami i pejgamberëve të Allahut, që çdo pejgamber, pejgamberëve të Zotit, pas atij njeriu erdhën të gjithë nga pasardhësit e tij, ishte Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Ajo me çka Allahu xhelle xhelalu e lavdëroi Ibrahimin alayhi salatu wassalam ishte zemra e tij. O ju robër të Allahut, Ibrahimi nuk është se bëri diçka më shumë se sa ata që ishin në rrethin e tij, nga pejgamberët e Allahut, nga Luti apo para atij pejgamberët e Zotit, apo edhe mbas atij pejgamberëve të Allahut. Allahu te bareke ve teala kur e lavdëroi atë në Kur'an tha idh jaa rabbahu biqalbin salim. Kur ai Nuhi alayhi salam, Ibrahimi i erdhi Allahu subhanahu. Ku i erdhi? Erdhi në namaz, erdhi në çdo ibadet, erdhi në çdo adhurim, në urdhra dhe në ndalesat e Allahut, të gjitha i bëri bi qalbin salimin, me një zemër të porulur dhe të nënshtruar para Allahu xhallahu ala. Zemra ju vëllezërit e mi, që edhe kur e bëni ibtila Allahu, e sprovoi Zoti i Madh xhallahu ala, që në ëndër e pa që ta bën kurban djalin e tij Ismailin alayhi salatu wasallam, më një herë të nesër me tha me një herë të nesër me i tha djalit të tij, ja bunej inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur amma tara. Pra Allahu xhallahu ala thot se ai me një herë të nesërme ju përgjigj urdhrit të Allahut te bareke ve teala. Vëllazë, këtu është ai që vallahi ndonjë dallon mes nesh dhe atyre që kanë qenë para nesh. Se urdhat e Allahut kanë qenë ligj, kanë qenë shariat. Nuk ka pas dy mendime në urdhëresat e Zotit xhallahu ala. Ashtu siç u tha Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu grave të tij dhe bijave dhe vajzave të tij që ishin në shtëpi. O ju gra, na ka ardhur urdhri te Allahu xhelle xhelalu për mbulesë. Unë do të dal, por kur të kthem duhet që të gjitha të jeni të mbuluar. Allahu akbar. Andaj edhe Zoti xhelalu ala siç do të flasë edhe për Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, ishte kush ishte pe sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra idh jaa rabbahu biqalbin salim, ai erdhi Allahut subhanahu wa taala me zemrën e shëndosh, pra i shkurtoi të gjitha rrugët për tek Allahu me zemrën e tij. Andaj edhe Allahu xhelle xhelal e bëri imami dhe prijesin e pejgamberëve të tij dhe të gjithë pejgamberët që erdhën pas atij ishin pe djemve dhe bijve të tij alayhi salatu wasallam. Ja ku ishte ju vëllezërit e mi imami i imamëve, i të gjithë imamëve dhe të gjithë pejgamberëve, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle xhelal kur e lavdëroi në zemrën e tij dhe tha ma kadhaba al fuadu ma raa. Zemra e Muhamedit nuk e mohoi dhe nuk e përgënjeshtroi të gjithë atë që e pa. Po ishte një zemër e cila vazhdimisht i luteshte Allahu subhanahu wa taala që t'ia mundson ta sheh të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekën atë, të kotën si të kotë, mos ket në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asnjë grimcë atomi e kota dhe e pavërteta. Ai alayhi salatu wassalam luteshte natën o ju vëllezërit e mi për zemrën, se e dinte se me atë kalohen të gjitha rrugët dhe rrugicat e kësaj dunjaje për të arritur tek Zoti i botrave xhelle xhelalu. Ai salawatu rabbi wassalamu alayhi çoheshte natën dhe thonte Allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, rrotulluesi i zemrave, ma rrotullo, ma përforco zemrën time në fen tënde. Ai alayhi salatu wassalam thonte Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i wa fi basari nura. O Allah, të lutem, vendos në zemrën time dritën. Edhe në shikimin tim dritën, edhe në dëgjimin tim dritën, ja Rabbel Alamin. Pra lutesh te pejgamberi i Zotit. O vallahu im, të lutem vallahi përqendroju. Në qoftë se paska pas nevojë zemra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kërkon prej Allahu xhelle xhelalu që ta përforcon, që Allahu xhelle wala të ta ndriçon dhe t'ia bën të qarta ajetet bejinat të Zotit xhelle wala, unë edhe ti o vallahu im. Andaj Allahu te bareke ve teala kur na tregon edhe për ulema dhe pasuesit e pejgamberëve të Allahut, që janë sahabët edhe të tjerët, thot Allahu ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina ma yadhakkaru ila ulul albab. Pas asaj
Allahu xhallahu ala thot për ata që janë të zhitur në dituri dhe kanë të qartë dijen mbi Zotin xhallahu ala, se ata thanë Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. O Allah, të lutemi mos na i devijo zemrat, aman. Pra sikur o vëllezërit e mi, se zemra është koordinuesi. Zemra ju vëllezërit e mi është navigatori i cili na drejton në rrugën tonë drejt Allahut azza wa jall. E humbëm zemra, vallahi e humbëm rrugën në mesin e rrugës, në mesin e shkëtëtirës, o vëllezërit e mi. Andaj gjëja më e rëndësishme dhe kapitali më i madh që ta ka falë Allahu te bareke ve teala është zemra. Që kjo zemër në realitet vetëm që na i ka hap Allahu xhelle sha'nu, zemra për iman, ju vëllezër, vallahi meriton të themi elhamdulillah ya Rabb. Që ne ka mundsu Allahu xhelle wala që ta njohim Allahu subhanahu, që themi shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E kundërta me të kundërtën, ju vëllezër e mi. Allahu te bareke ve teala po na tregon në Kur'an se ata të cilët kanë devijuar zemrat e tyre. Pra është humbur busulla e tyre në rrugën e tyre drejt Allahu xhallahu ala, nga popujt e mëhershëm siç ishin beni izraelitët, edhe tek popujt e mëvonshëm siç ishin munafiqët dhe pabesimtarët, të gjithë humbjen e tyre, ju vëllezër e mi, kanë humbur zemrat. La ilaha illallah. Allahu xhallahu ala kur flet për beni izraelitët, thot thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa, dhe më pastaj zemrat e tyre u bën të ngurta siç ishte, domethënë si guri bile dhe më të fortë se guri. Andaj vëllezërit e mi, para disa javëve isha në Amerikë dhe në bisedë me vllazërit thanë që ne kemi kontakt me xifutët, me jehudët, dhe besoni se shpesh herë po na ndodhen që të shohim njerëz të mirë për mesin e tyre, të besueshëm në tregti dhe të ngjashme si ajo. Unë ju thash atyre, Zoti ynë te bareke ve teala kur flet për beni israelitët në Kur'an, nuk flet për cilësitë e tyre në muamele, në sjellje. Jo ka për tyre që janë shumë të besueshëm, por Allahu te bareke ve teala po na tregon se çthurja dhe prishja e tyre, ju vëllezër, është në zemra. Andaj sprovoj, thash, jetoni pak me ata. Sprovoni ata në fe dhe në besim, do të shihni se si ata janë shumë të prishur në zemrat e tyre. Allahu te bareke ve teala po na tregon, ju vëllezër, për munafiqët, të cilët e shfaqen islamin, por e fshehën kufrin, ata e kanë humbur rrugën e tyre për tek Allahu. A ne ligjërata ynë është rrugët të cilët shkurtohen me zemra. Allahu xhallahu ala thot për munafiqët, fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yaf'alun. Pra Allahu xhallahu ala thot në zemrat e tyre ka sëmundje. Në zemrat e tyre ka sëmundje dhe Allahu te bareke ve teala vazhdon sëmundjet, Allahu na ruajt. Allahu xhallahu ala na ka treguar vallahu im se për sëmundja më e madhe e pabesimtarëve nuk është se është mungesë e informatave. Dhe dijeni, ju vëllezër e mi, ndonjëherë mos debatoni me njerëzit se nuk është mungesa e informatave, është mungesa e vrazhdësisë të zemrave. Thot Allahu fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Mirë për ata të cilët i kanë të vrazhda zemrat e tyre, ata janë në një devijim të madh. Pra sikur Allahu dëshiron të thotë se devijimi i tyre është si rezultati i vrazhdësisë të zemrës, jo i mungesës të informatave. Andaj Allahu xhallahu ala na tregon në Kur'an se pabesimtarëve tek porta e xhenetit, xhenemi do t'ju thohet, alam yatikum rusulun yatluna alaykum ayati rabbikum. A nuk ju erdhën ju pejgamberë? Pra u erdhën. A nuk ju erdhën juve ajetet dhe argumentet e Allahut? Qalu bala walakin haqqat kalimatu al-'adhabi 'ala al-kafirin. Do të thonë po, na erdhën. Pra atyre u erdhën argumentet. Atyre u erdhën pejgamberët e Allahut. Bine çuditshmja është, vëllezër e mi, se ata edhe i pan pejgamberët e Zotit. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu thonte, kullama ajidu fi qalbi qaswatan adhhabu ila al-imam Muhammad ibn al-Munkadir fa astalinu apo fa atta'idhu bihi ayyama. Shifni. Thot Imam Maliku radhiyallahu ta'ala anhu thot, sa herë që më kaplon një lloj vrazhdësie në zemër, shkoj dhe vizitoj Imam Muhammed ibn al-Munkadirin dhe vetëm ja shoh fytyrën, atë waqarin, atë përqendrimin, atë takvallokun dhe devotshmërinë që shfaqeshte në fytyrat e ulemave, dhe më mjaftonte ajo që të më zbutet zemra për disa ditë apo për disa javë. Hoxha jon Sheikh Yahya thonte, po pse munafiqët dhe pabesimtarët kur e pan fytyrën e pejgamberit Allahut, jo të Muhammed ibn al-Munkadirit, po të Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, megjithatë nuk u zbutën zemrat e tyre. Për arsye se ju vëllezër me zemrat e tyre ishin të prishura.
Andaj atyre nuk ju mungoi fytyra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si shta migja i tij Ebu Talibi, wa laqad alimtu bi anna din Muhammadin min khayri al-adyan dina, wa laula al-malamatu min qawmi lawajadtani bidhalika samhan mubina. Me të vërtetë unë jam i bindur dhe e di se feja e Muhamedit është prej feve më të mira. Po të mos ishte ofendimi i popullit, unë do ta kisha pasu këtë njeri. Pra ai e dinte se Muhamedi është hak, dhe se feja e Muhamedit është hak. Edhe kështu ju vëllezër me rrethi ynë që jenë përreth nesh e din, andaj edhe fokusi i daveti dhe i thirrjes të çdo njeri prej nesh është zbutja e zemrave, nga se në momenti që do të zbuten zemrat, përgëzoheni se bi'idhnillah do të nështrohen gjymtyrët. Ashtu si shta Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. O ju vëllezër të mi, Allah ju ruaj dhe mëshiroft ja ku ishte edhe imami sahabëve radiallahu ta'ala anhu. Kush ishte imami sahabëve? Nëse ka mundësi dini ma kujto. Kush është prijesi më i madh i sahabëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Ebu Bekr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. O ju vëllezër të mi, ka ardhur në transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se në qoftë se vendoset imani i Ebu Bekrit në një anë të peshojës, dhe imani i gjithë ummetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam deri në kiamet në anën tjetër të peshojës, do të rëndon imani i Ebu Bekrit? Më falni ju vëllezër të mi, mos vallë Ebu Bekri pas ka bën një vepër që nuk ka mundësi gjithë ummeti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam ta bëjë gjithë atë ditën e kiametit. Në qoftë se themi që ai ka fa namaz natë më shumë se dikush prej sahaba o prej tabiinëve, jo, nuk është e vërtetë. Por asaj se ka pas njerëz siç është Uthmani, radiallahu ta'ala anhu, e ka kalu natën të gjithën në ibadet dhe në adhurim. Në qoftë se flasim që ai ka dhënë të gjithë pasurinë, ka pas edhe prej të parëve tonë radiallahu ta'ala anhum, që ka dhënë gjithë pasurinë. Po besa po e japë dhe njëri prej nesh po e jep gjithë pasurinë për Allah xhallahu ala vetëm të arrijë imanin e Abu Bekrit. Mirë bë këtë përgjigje po na jep nëse zgaboj Hasan al-Basria apo dikush prej të parëve tonë dhe thot: Inna Abu Bekr lam yasbiqna bi kathrati as-salati was-sawm, walakin bi shay'in waqara fi qalbi wa saddaqathu al-jawarih. Me të vërtetë Ebu Bekri nuk na i kaloi, pra shihni nuk e kaloi rrugën me shumë namaz edhe me shumë agjerim, mirë por me diçka që e preku loçkën e zemrës së tij dhe e realizuan gjymtyrën la ilaha illallah. Tema ju vëllezër të mi, rrugë të cilat kalove me zemra. Pra Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu të gjitha rrugët e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i kaloi me zemrën e tij, me besnikrin ndaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në ditët më të rënda dhe më të vështira. Atë ditë kur pabesimtarët e Mekës erdhën dhe i thonë: "O Abu Bekr, a e ke dëgjuar se shoku yt po thotë se mran ka udhëtu prej Mesjidul Aqsa Harami për në Mesjidul Aqsa, pasi është gjitë edhe në qiejt e larta?" Ebu Bekr radiallahu anhu tha: "A wa qala dhalik?" A e ka thënë i dërguari Allahu diçka të tillë? A ka dalë për gjuhës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë? Ata thanë po, vallahi e besoj. Allahu akbar. Shihni zemra ju vëllezër, në shtrimi, dorëzimi përpara madhërisë dhe mbretërisë së Allahut te bareke ve teala. Andaj u lutem ju vëllezër temi, unë edhe ju, nëna tona të gjitha, gratë tona të gjitha, fëmijët tanë, prindërit tanë, baballarët të ngjashme si ajo që kërkohet o ju vëllezërit e mi, që të punojmë dhe të investojmë sa më shumë në zemrat tona, se pasha madhërinë e Allahut, ajo do të na bën dobi para Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk do të bën dobi as malli dhe as fëmia. Shifni, në dynja njeriu për këto dy gjëra lodhet dhe mundohet. Mundohet që sa më shumë të bën pasuri. Dhe bile Allahu xhallahu ala na tregon se ka pas për pabesimtarëve që edhe ka njerëz edhe sot, jo ka pas, por ka dhe do të ketë deri në kiamet që krenohen me këto dy gjëra. Dhe vallahi nuk ka mbet që njeriu të krenohet në jetë me diçka pas me këta të dyja. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada. Dhe ata thanë ne kemi shumë pasuri edhe shumë fëmijë. Allahu Jelle Jelalu thotë të gjitha këto nuk ju bëjnë dobi para Allahut. Vetëm kush do t'i shkon Allahu me zemër të shëndosh. Pra kapitali dhe investimi më i madh që do ta bën çdo njeri prej nesh, o vëllezërit e mi, është islah al-qulub, përmirësimi i zemrave. Shihni vëllazën, derisa isha duke përgatitur fjalimin dhe ligjërimin, e mendova e kaluam edhe imamin e sahabëve, po e kalojmë po vim tash tek imami i ulemave. Imami i ulemave ju vëllezër, në historinë islame njihet Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu, i cili bëri sabër në ditët e fitneve të mëdha dhe qëndroi në një moment kur u lëkundën të gjithë ulemajt dhe dietarët. Më tregon vallahu im, çka e bëri Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu të qëndron atë ditë kur u lëkundën të tjerët.
Pikërisht ishte vallahi nëse e studiojmë jetën e tij do të shohim se ai ishte një njeri që investonte shumë në zemrën e tij. Njiheshte në jetën e tij radhiyallahu ta'ala anhu, ashtu siç tregon djali i tij Abdullahu, për namazin e fshehtë që e bënte në dhomë ku nuk e shihte askush tjetër posa Allahu te bareke ve teala. Mundoheshte vazhdimisht që t'i fshehën veprat e tij, ibadetet dhe adhurimet e tij nga shikimi i njerëzve. Por më e madhe dhe më e bukur prej fjalëve të Imam Ahmedit radhiyallahu ta'ala anhu në këtë kontekst, pra rrugët të cilat kalohen me zemra dhe niyete, thonte Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, an-niyyatu ablaghu min al-amal. Niyeti, pra zemra, është më me vlerë se sa punët. Njeriu arrije për tek Allahu te bareke ve teala me niyetet, me qëllimet fisnike, me zemrën e tij, çka nuk mund të arrije me punën dhe veprimtarinë e tij. Shihni ju vëllezër e mi çka duke menduar dhe imamin e mujahidëve, njeriu që njiheshte në historinë islame për xhihadin dhe luftën e tij në rrugt të Allahut, edhe pse në të njëjtën kohë ishte edhe dietar Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, i cili për fjalëve të tij edhe njiheshte sa herë në rrugëtime kur ndodhte që të shkymbet kandili, vërejeshte që Imam Abdullah ibn Mubarak u qante për frikës për Allahun xhallahu ala, saqë ka pas për të parëve tonë që kanë thënë aman me ky njeri, pra Abdullah ibn Mubarak, pse fytyra e tij ndriçon më shumë se sa fytyra të tjerëve për ulemave. Derisa thot një natë për netëve në një shkëtëtir, ushkimën kandilët, kur e pash Imam Abdullah ibn Mubarakun, qante, nga se e kujtoj natën e parë në varë radhiyallahu anhu. Ai radhiyallahu anhu në këtë kontekst që na intereson në ligjëratën tonë, thonte rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya rubba amalin kabirin tusaghiru. Pra thonte ndoshta një vepër të vogël e bën të madhe niyeti dhe zemra. Pra ndoshta njeriu ju vëllezërit e mi e shkurton rrugën e tij për tek Allahu te bareke ve teala, jo se ka bërë një vepër më të madhe se ndonjëri prej nesh, por niyeti dhe qëllimi dhe zemra e tij e shkurton rrugën e tij për tek Allahu. Andaj dinari ja kalon 1000 dinari. Si mundet? Si është e mundur në matematikën tonë njerëzore s'ka mundsi 1 dinari të jetë më e madh se 1000 dinari. E gjitha ju vëllezërit e mi në qalbu zemra, elus Allahu te bareke ve teala pra që na i përmirëson ato ja dhe xhelali ul ikram. O ju vëllezër, për ngjarjeve që e kisha përzgjedhur është madhështore me po e te kaloj, domethënë rasti Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili para Islamit njiheshte jo për ashpërsinë e zemrës, jo për vrazhdësinë e saj, por për kufrin dhe edhe urrëtin dhe inatin që kishte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe kishte tentativa për ta vrarë pejgamberin Allah sallallahu alaihi wasallam, mirë për një moment kur i dëgjoi ajetet e Rahmanit te bareke ve teala taha ma anzalna alayka alquran litashqa. Pra asaj ditë ju zbut zemra Omer ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu deri atë ditë kur i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam tha wa Umarun fil janna, Omeri është në xhenet. Deri në atë ditë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë me sahabë radhiyallahu anhum ishte i ulur dhe i tha mbram, thot isha duke ecë në rrugët e xhenetit. Kur ja e pash një pallat të bukur dhe brenda në të kishte një hiri dhe i thash atyre i kujt është ky pallat? Tha më tha është i Omerit. Omeri në moment ishte duke dëgjuar këndjarje dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha desha që të hym brenda në pallat por mu kujto xhelozia e Omerit dhe u ndala. Filloi të qan Omer ibn Khattabi, pa zemra i vëllezërit e mi dhe tha me ty të xhelozoj, o pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe deri në atë momentin e fundit kur i tha djalit të tij, pra në momentin e fundit, ja Abdullah, da' wajhi ala turab la'alla Allah yarham Umar. O Abdullah, pra o birim, vendos ma ve fytyrën për tokë, ndoshta be Rabbul Alamin ta mëshiron Omerin. Pastaj kapte mjekrën e tij qante dhe thonte wailun li Umar wa li ummi Umar in lam yarhamhu rabbuh. Mirë për Omerin dhe për nanën e Omerit, nëse nuk e mëshiron Zoti i tij subhanahu wa ta'ala. Andaj ju vëllezërit e mi, nga gjithë kjo që u tha që u recitu, pra po themi atë që e ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi në Medarij, pra që akhsaru tariqin lil wusuli ala Allah jalla jalaluhu al-qalb. Rruga më e shkurtër për të arritur tek Zoti te bareke ve teala është që të porulesh pranë derës së tij. Të vendosësh për zemrën tënde para madhërisë dhe mbretërisë së Allahut te bareke ve teala dhe përgëzojo se dera Allahu xhallahu ala do të hapet. Në këtë kontekst tregohet për fiqhun e madh të Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot Ibn Qayyimi وهنا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. Dhe këtu se si ka mundësi që zemra ju vëllezërit e mi ta shkurton rrugën për tek Allah, është kuptimi i fjalës të disa prej selefit. Dëgjoni fjalën, ju lutem dëgjoni vëllezër. Të parët tonë pra ulemaja kanë thënë
ndoshta njeriu e bën një mëkat dhe një gjuna dhe bëhet shkak ai mëkati që të hyjë në xhenet. Thot, li anna hadha dhanba qad inkasara qalbah. Për arsye se shifni edhe një herë përsëris. Ndodh ndonjëherë që një mëkat i yti, një gjunah i yti të jetë shkak për të hyrë në xhenetin e Allahut. I ka thënë si ka mundësi o imam, për arsye se ai mëkati vazhdon që t'ja thën zemrën. Allahu akbar. Inkisar al-qalb t'ja thën zemrën para Allahut, tamam, pse ku bëhet gjuna. Allahu ja ka falë gjuna, pa ai nuk e dije. Ai vazhdon vazhdimisht të mban në kontroll ai mëkati dhe gjunahi, saqë subhanallahu eladhim pe rahmetit Allahu në njerëz mëkati dhe gjunahi që kur të vinë lavdatat e njerëzve, në këtë rast për shembull po flasim për hoxhallarët, hoxha e kujton në moment mëkati dhe gjunahi. O Allah, ti e din atë që njerëzit nuk e din për mua. Edhe thehet para madhërisë Allahut dhe nuk len vendosën barierë dhe pengesë dhe pendë mes lavdatave të njerëzve dhe vërtetësisë dhe realitetit të tij. O ju vllazërit e mi, Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft. Po e përsëris edhe një temën se ligjërata është shumë e rëndësishme. Rrugët të cilat kalohen me zemra. Falni, rruga e cila po na shpihet tek Allahu te bareke ve teala është në realitet e lloj-llojshme. Pra ajo është çdo urdhër i Zotit xhallahu ala na çon tek Allahu. Apo imtithal al-awamir, realizimi i urdhrave të Allahut, ju lutem tash të dalë në një pikë shumë të rëndësishme. Pra realizimi i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe bindja ndaj ata, qoftë namazi, agjerimi, abdesi, zakati, agjerimi, haxhi, të gjitha na afrojnë tek Allahu te bareke wa taala. Dhe të gjitha ndalesa dhe largimi prej tyre na afrojnë tek Allahu xhallahu ala. Dhe mësimi i dijes fetare, mejlise këto mejlise të hajrit na afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra janë 3 pika ju vëllezërit e mi. E para pra është fjala e Uamit, thot Ibn Qayyim, po e lexoj një herë fjalën e Ibn Qayyimit, fa'alama anna al-'abda inma yaqta'a manazil as-sayr ila Allah bi qalbihi la bi badani. Thumma istadalla bi qawlihi ta'ala wa man yu'azzim sha'air Allah. Ibn Qayyim al-Jawzi radiyallahu anhu thot, dije, Allahu të mëshiroft, se robi e shkurton rrugën e tij për tek Allahu me zemër, jo me gjymtyr. Pastaj u argumentoi Ibn Qayyim al-Jawzi me një prej ajeteve të haxhit. Për ibadetet dhe adhurime më të mëdha, urdhrave të cilat ne duhet t'i përulemi apo t'i realizojmë atë është haxhi. Allahu te bareke ve teala e kupton që ti u lodhe shumë në haxh, shkove nga Arafati në Mina, e në Muzdelife, e tek Xhemarat, e tek Shtomerat, edhe u rrotullove rreth Ka'bes. Mirë po e gjitha jo fokusi Rabbul Alaminit subhanahu wa taala është në zemrën tënde. Dhe në realitet siç e dim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mahallu nadhari rabb huwa al-qalb, vendi ku Allahu e sheh tek robi me shikimin e vlerësimit është zemra yte. Allahu xhallahu ala në këtë kontekst thot: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Dhe kush i madhëron shenjat e Allahut, siç është Arafati, siç është Safa dhe Merwa, siç është rrotullimi rreth Ka'bes, ajo tregon për takvallahun dhe devotshmërinë e zemrës. Këtu Ibn Qayyim al-Jawzi radiyallahu anhu në një fjalim tjetër thot, dhe mejdani i sabqi, pra i garimi në haxh, nuk është tek lebejk Allah me lebejk, se unë edhe ty do të themi njësoj. As nuk është rreth rrotullimit rreth Ka'bes, se unë do të rrotullohem as sa rrotullohesh edhe ty. Mirë, por gara dhe mejdani i garës në realitet është sa më shumë që ne ti madhërojmë shenjat e Allahut te bareke wa taala. Për shembull vëllazër, janë dy njerëz të cilët hyjnë në Ka'be brenda dhe njëri prej tyre e sheh atë me shikimin e normalitetit, një gur i zi, e dije, i lën një lloj gjurmë të ndjenjes në momentet e para kur e sheh Ka'ben, mirë po tjetri o vëllezër kur e sheh Ka'ben, si ma mundsoj be Allahu xhallahu ala që ta shoh Ka'ben e madhërishme. Po ka vite me që e kam lut Allahu xhallahu ala ta shoh atë, dridhe zemra ti dhe për lotë sirri ti. Kush është më i madh, më me vlerë tek Allahu xhallahu ala? Po kush e bëri dallimin e vëllezër me zemra? Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhëron shenjat e Allahut, ajo tregon për takvallahun dhe devotshmërinë. Unë e shoh o vëllezërit e mi dhe ndoshta e keni vërejt që gjatë haxhit apo umres njerëzit përqendrohen shumë në rrotullimin rreth Ka'bes, pastaj falin edhe 2 rekat tek Maqami Ibrahim, pastaj pinë pak ujë zemzem. Kur vjen çështja tek Safa dhe Merwa, sikur e kalojnë pak më shpejt ose prej lodhjes ose edhe e humbin me atë kontrollin e vetëdijes për ibadet dhe adhurim. Allahu te bareke ve teala po na tregon në Kur'an, kujdesni se Safa dhe Merwa janë shenjave dhe sha'air Allah të mëdha subhanahu, të mëdha të Zotit xhallahu ala.
Gjithashtu ju vëllezër, për ibadete dhe adhurimeve të mëdha në Islam është kurbani. E Allahu Jelle Jalalu para të thotë: "La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tek Allahu Jelle Wal nuk shkon gjaku juaj që preni e as mishi, por tek Allahu te bareke ve taala shkon zemra juaj. Andaj ju robër të Allahut, siç e përmend në fjalën Ibn Kaimi në fillim, se fshehtësia e namazit, wallahi billahi është zemra. Andaj janë dy njerëz, të cilët janë në saf, edhe të ngjitur me njëri tjetrin. Njëri prej tyre nuk i kalon namazi tavanin e xhamis, kurse tjetri i shkon namazi deri tek arshi të madhit Allah subhanahu wa taala. Si ka mundsi kjo? Zemra. Pra zemra ju robër të Allahut i shkurton të gjitha rrugica për të shkuar tek Zoti xhelal. Thot Ibn Kaimi radhiyallahu anhu: "Wa kam min al-qulubi tajulu wa tahulu hawla al-hush, wa kam min al-qulubi tajulu aw tahulu hawla al-arsh." Dhe sa prej zemrave ka të cilat rrotullohen rreth vendeve të kryerjes së nevojës, Allahu ju nderoft, dhe sa prej zemrave rrotullohen rreth arshit të Allahut te bareke ve taala. Se në gjuhën arabe shkon si fjalë hawla al-hush wa hawla al-arsh. La ilaha illa Allah. E para rrotullohet rreth vendeve të kryerjes së nevojës, Allahu ju nderoft, apo rreth epsheve dhe kënaqësive të kësaj dhunjaje. Ajo është ambicia dhe vullneti i tij. Dhe ka për njerëzve që ambicien dhe vullnetin e tyre kanë rreth arshit Allahu te bareke ve taala. Andaj ju vëllezërit e mi në këtë kontekst, në qoftë se apo ndodhen shpeshherë parashtrohet pyetja tek hoxhallarët, pse be kanë problem që të zgjohem natën të falem? Vallahi përgjigje shumë e thjeshtë zemra. Pse o imam o hoxh e kam shumë problem të zgjohem namaz sabat? Kur di se zemra, mos e kur di telefoni, se ndoshta edhe nuk e dëgjoj. Ndoshta natyrshmëria yt është i tillë nga fëmijëria që e ke gjumin pak të rënd. Po pasha Allahun e madh, në qoftë se kur diset zemra, shumë lehtë realizojnë ibadetet dhe adhurimet. Një prej ibadeteve dhe adhurimeve më madhore në Islam ju vëllezër është leximi i Kuranit, vepër me të cilën ne më së miri afrohemi tek Allahu xhallahu ala. Shihni çka tha Uthmani radhiyallahu anhu. Si ishte mundur vëllezër që Uthmani të zgjohet natën dhe të falet derisa ta bën hat me Kur'anin në një rekat. Ai radhiyallahu anhu e tregoi ilaçin, e tregoi çelsin, tha la tahurat qulubuna ma shabi'at bi kalami rabbina. Në qoftë se do të pastroheshin zemrat, nuk do të ngopeshin nga fjala e Rahmanit te bareke ve teala. Jemi ende tek fi'lul awamir, tek realizimi i veprave dhe urdhrave të Allahut azza wa jall. Pra si mundet që të realizojmë të gjitha urdhëresat e Allahut duke përmirësuar dhe kurdis zemrën o ju robër të Allahut. Në anën tjetër ju vëllezër, në anën tjetër Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Në qoftë se flasim edhe për një meselë tjetër, ajo është e dyta, pra është prej shkaqeve që ne afrohemi tek Allahu te bareke ve teala është tarkun nawahi, lënia, largimi nga mëkatet dhe gjunahet. Shihni vllazën, ndoshta të njëri prej nesh, veçanërisht në zemanin të cilin ne jetojmë, po e përmend atë vepër para se është dukuri tek të gjithë ne, Zoti na falë na ruaj ya rabbel alamin, është shikimi në haram. Sa i lehtë është bëj shikimi në haram. Ndoshta dikush edhe tash në moment kur është duke u mbaj ligjërata vetëm e hap telefonin dhe i del diçka pe harami. O ju vëllezërit e mi, ndoshta dikush më thotë o imam, po si mund ta shëroj këtë sëmundje të cilën e ndjej në veten time? Mos flasim edhe mëkatet dhe haramet e tjera. O vëllezërit e mi, zemra. Andaj dikush prej të parëve ton radhiyallahu ta'ala anhu thonte la tanzuru ila sighar al-ma'siyah, walakin unzuru ila 'azamati man ta'sun. Mos e shih vogëlsinë e mëkatit, por shihje madhëri dhe madhështinë e atij të cilit je duke i bërë mëkat. Pra nuk është ju vëllezërit e mi se sa i vogël mund të jetë mëkati dhe gjunahi, sa është e rrezikshme se sa i madh është ai i cili jemi duke i bërë mëkat në moment. E gjitha kthehet madhështia është në zemër. Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu anhu kur folën për mëkatet dhe gjunahet thotë, dhe nuk është problemi në momenti kur robi bën mëkat për mëkatin si mëkat, por që në moment të ka lishu Zoti xhallahu ala prej dore. Subhanallah.
Nga se thot, radiallahu anhu, nuk është e mundur që Allahu te bareke ve teala të të mban afër vetes dhe të të lënë që të bësh mëkate dhe gjunahe. Kur Allahu xhallahu ala don robën e tij e mban dhe nuk e lishon që të bën mëkate. Ajib Allahu min imrin laysa fi min mishab laysa fi sabwa. Allahu çuditet me një çudi që i takon madhërisë së tij për një djalosh i cili nuk ka epsh. Pra ai ka epsh, por e mban dhe ruan dhe e kontrollon epshin e tij. Bile edhe drejton në kahin e kënaqësisë të Allahut te bareke ve teala dhe në halallin në përgjithësi. Pra o ju lezet e mi, edhe tek, si shtam, edhe tek veprimi i veprave dhe urdhëresave, edhe tek ndalimi i ndalesave, rruga më e shkurtër për t'i realizuar të gjitha ata është zemra. Andaj në këtë kontekst, o ju lezër, kur mbeti nëna e besimtarëve, Haxheria radiallahu ta'ala anha, gruaja e Ibrahimit, gruaja e Ibrahimit, Haxheria radiallahu ta'ala anha, apo realisht kur Ibrahimi e la atë në tokën jo pjellore, në Qabën e madhërishme, dhe filloi Ibrahimi alayhis salam e la bashkë me djalin e saj Ismailin, filloi që të kthehet për në Palestinë. Haxheria radiallahu ta'ala anha i shkonte pas dhe i thonte, pse je duke na lanë o Ibrahim? Ibrahimi nuk ja kthente përgjigje, derisa në një moment i tha, hal amaraka Allahu bidhalik o Ibrahim, atë ka urdhëruar Allahu me të? Shihni o ju vllazën, gruaja e zemra e të cilës ishte e mbushur me dashuri për Allahun azza dhe me nënshtrim dhe për ulje ndaj çdo urdhri dhe çdo ndalesë të Zotit xhallahu ala. Ibrahimi alayhis salam në atë moment ju kthi dhe ju tha po. Bel amarani Allahu bidhalik, Allahu më ka urdhëruar me gjë të tillë. Atëherë Haxheria radiallahu ta'ala anhu më njëherë i tha, idhhab idhen lan yudayyi'ana Allah. Shko o Ibrahim se nuk do të na humbën Allahu subhanahu wa ta'ala. Diçka që në ka urdhëruar Allahu nuk na ka urdhëruar për të na humbë. Diçka që ne i ka ndaluar Allahu xhallahu ala, vallahi nuk ta ka humbë që të ta humbë kënaqësinë dhe lezetin. Por lezeti dhe kënaqësia që ndjehet në uljen e shikimit dhe në rrugën nga mëkatet dhe gjunahet është shumë më e madhe dhe shumë më e madhe se sa kënaqësia momentale. Në këtë kontekst Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu thonte, me qofse e kam pyet, më fal, ja Abu Said. O Abu Said, e ka pas kunjën të tillë, si të ruhem me bëj shikimin haram. Tha en ta'lam an nazar Allahu ilayk asbaqu min nazarika ila al-haram. Tha ta dish ti i bindur me zemrën tënde se shikimi i Allahut në ty është më i shpejt se shikimi yt në haram. Shihni vllazën, kjo do të ngulitet vallahi në zemra. Për Zot, aman vllazën, se pasha Allahun e madh jetojmë në zemanin e mëkateve. Kam frikë vallahi se do të devijoj. Ju vllazën, nuk kemi garancë deri në momentin e fundit. S'kishte garancë imami i ulemave, si tha Imam Ahmedi në momentin e fundit. Thonte la ba'du, jo ende derisa erdhi përgëzimi i Zotit. Subhan, kush na garanton ne vllazën? Kush na garanton ne ju vëllezër se do të vjen përsëri një sistem i rënd i cili do të na i shtrëngon shumë çështjen e udhëzimit, çështjen e ibadetit, çështjen e mbulesës të grave kështu me radhë. Andaj në këtë ditë të rehatisë, ta njohim Allahun që të na njeh Allahu te bareke ve teala në ditët e vështirësisë. Tha en ta'lam, ta dish ti je i bindur se shikimi i Allahut në ty është më i shpejtë se shikimi yt në haram. Roju se Allahu xhallahu ala të sheh dhe të mbikëqyrë te bareke ve teala. Por atë pra që dëshiroj vllau, esenca e muhabetit dhe bisedës pra është se rruga më e lehtë që ti shmangëm edhe që ti largohemi mëkate, para asaj tham që ti realizojmë dhe ti praktikojmë ibadetet dhe adhurimet është përmirësimi i zemrave. Një prej çështjeve e fundit inshallah teala, se më bëni Allah nuk e di sa zgjata. Domethënë çështja e fundit që dëshiroj ta përmend, që ndërlidhet me veprat të cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, është kërkimi i dijes fetare. Edhe pse kërkimi i dijes është një ibadet dhe një adhurim që hyn brenda çështjeve të cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në realizimin e tyre, me për vlerën dhe peshën e madhe që ka ajo. O vallahu im. Wallahi billahi do të përfiton për këtyre ligjëratave ai i cili ku ka ardhur me një zemër që e madhëron dijen fetare. E madhëron fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O pasha Allah, nëse çfarë do lloj mesazhi dhe telefonata do të vjen tash në moment, jem duke dëgjuar fjalën e Krijuesit subhanahu wa taala. Andaj një prej hoxhallarëve ton, siç është Sheikh Saleh al-Husayn, e ka shkruar një libër të vogël që flet rreth kësaj çështje, e ka thënë ta'dhimul ilm, madhështia e ilmit, para editorisë,
për arsye se dituria ju vëllezërit e mi nuk arrihet derisa ta madhurojmë atë, ta madhurojmë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne në mezhliset tona vallahi hoxha jon Sheikh Yahya na urdhëronte që të ulemi në mezhlise si i uleshte Xhibrili alayhi salatu wasallam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bile ndodhte ndonjëherë kur vinin në mezhliset tona dhe ne uleshim, pra mbështeteshim në përmure, thonte janë, afrojuni, jo për të madhuru fjalën time, po për të madhuru fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mendoj që këto janë tre çështje të rëndësishme, domethënë në këtë kontekst të titullit që e titulluam faktikisht vllaznit Allah i nderoj dhe i shpërblet, rrugët e cilat kalohen me zemra. Dhe për së fundi domethënë dëshiroj ta përfundoj këtë fjalim me fjalën e Ebu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thonte: وذرة من عمل صالح بتقوى ويقين أحب إلى الله تبارك وتعالى من الجبال من الأعمال الصالحة من المغترين. Thot dhe një vepër sa grinca e atomit, thot Ebu Dardaja radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiu i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe një vepër e vogël sa grinca, por e cila bëhet me zemër, me takvallëk dhe devotshmëri dhe me bindje për Allah, një vepër sa grinca, është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu xhelle xhelal se vepra sa male dhe kodrina, por të cilat bëhen nga njerëzit të cilët i ka kapur vetpëlqimi, Allahu na ruaj. Ibn Qayyim al-Jawzi duke komentuar këtë fjalë thonte: "Wa hadha min jawahiri kalami as-sahaba wa in dalla yadullu ala fiqhihim radiyallahu ta'ala anhum ala man ba'dahum." Dhe kjo është për xhavahirëve të fjalëve të sahabëve radiyallahu ta'ala anhum dhe tregon për diturinë e thellë të tyre dhe se ato dalloheshin më shumë se sa çdo kush i tjerë pas atyre radiyallahu ta'ala anhum. Kjo që ka për gjevahirëve të fjalëve të sahabëve, po e përsërisë edhe një herë, thot dhe një grincë vepre, pe veprave të mira, por që bëhet me devotshmëri dhe takvallok, është më e dashur tek Allahu te bareke ve teala se sa një vepër e cila është sa male dhe koda dhe kodrina, por që bëhet nga me vetpëlqim dhe nga ata që e bëjnë me një gjë të tillë. Elus Allahu xhelle wala. Elus Allahu te bareke ve teala me emrat e bukura dhe cilësitë e larta që Allahu xhelle wala na falë dhe na mëshiron ya rabbel alamin. Elus Allahu subhanahu wa taala që zemrat tona të jenë të tilla, ashtu siç u tha dhe siç u recituo në këta jetë dhe në këto hadithe dhe fjalë të selefit radhiyallahu ta'ala anhum. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta ya rabbel alamin, bëj zemrat tona, bëj Kur'anin pranver të zemrave tona, përforcoj ata në fen tënde ja dhe xhelali ul ikram derisa të takojmë dhe ti i kënaqur me ne. O sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.